Rreth 50 hektar pyje janë prekur nga një vatër zjarri që vijon prej 5 ditësh në zonën e Tërbunit dhe Livalhamzit në bashkinë e Pukës. Zjarri është përhapur deri në Gojan dhe rrezikon sipërfaqe të tjera me pyje të dëndura me pish. Terreni thyrmalor, temperaturat e larta dhe veçanërisht era kanë favorizuar përhapjen e flakëve dhe kanë vështirësuar ndjeshëm ndërhyrjen. Gjatë të martës operacioni është përforcuar edhe nga ajri. 2 helikopter kanë nisur ndërhyrjen që në orët e para të mëngjesit, ndërsa në terren vijojnë operacionet forcat zjarrfikse dhe efektiv të forcave të armatosura në koordinimin e institucionit të prefektit dhe Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile. Sipas të dhënave të strukturave të angazhuara në terren dollën 4 automjete zjarrfikse, 9 efektiv të mbrojtjes nga zjarri, 10 punonjës të shërbimit pyjor, 40 forca vendore, 15 vullnetar dhe 30 efektiv të forcave të armatosura. Në operacion janë angazhuar edhe efektiv të mbrojtjes nga zjarri të Fusharzit, ndërsa banorët e zonës po ndihmojnë me mjete rrethanore. Flakët janë afruar pranë banesave në disa zona duke rritur shqetësimin për komunitetin. Situata po monitorohet në mënyrë të vazhdueshme nga drejtuesit teknik të operacionit dhe strukturat përgjithëse në terren. Forcat operacionale vijojnë punën për izolimin dhe shuarin e plotë të vatrës, ndërsa era mbetet një prej faktorëve kryesor që po e vështirëson ndërhyrjen. Dyshimet janë se zjarri është shkaktuar qëllimisht, por deri më tani policia nuk ka bërë të ditur identifikimin apo ndalimin e ndonjë autori të dyshuar. Ndërkohë në të gjithë vendin në 24 orët e fundit janë shënuar 24 vatra zjarri, prej të cilave 7 vijojnë të jenë ende aktive dhe 2 po mbahen në monitorim.